Ekonomia shqiptare ka vijuar trendin pozitiv edhe përgjatë vitit 2025, duke shënuar rritje ekonomike, stabilitet fiskal dhe përmirësim të klimës së biznesit. Të dhënat u prezantua nga Ministre e Ekonomisë Delina Ibrahimaj, e cila theksoi se aktiviteti i sektorit privat ka qenë në rritje pavarësisht pasigurive gjeopolitike globale. Prodhimi i brendshëm bruto sipas saj për 3 mujorin e tretë të vitit 2025 është rritur me 3.75%, një rritje që e tejkalon mesataren e Bashkimit Evropian dhe të rajonit. Ekonomia shqiptare përgjatë gjithë vitit të 2025 ka treguar një stabilitet makroekonomik, ka treguar që aktiviteti i sektorit privat ka vijuar të rritet dhe që gjithashtu kemi një klim biznesi e cila nxit investimet. Duke filluar nga prodhimi brendshëm bruto, i cili për 3 mujorin e tretë, siç e analizuam dhe herën e kaluar, u rrit me 3.75%, një vlerë, një normë rritse e cila është ndjeshëm më e lartë se mesatarja e Bashkimit Evropian, por më e lartë dhe se sa mesatarja e rajonit në cilin neve jetojmë. Kjo është një shifër domethënëse pasi tregon që ekonomia përgjatë gjithë viteve të fundit të periudhës post-pandemis ka pasur një stabilitet në rritje dhe është luhatur nga 3.5 deri në 4%, ndërkohë që po jetojmë në një situatë gjeopolitike e cila ka paqartësira dhe në fakt treguesit kryesor makroekonomik të Europës tregojnë për këtë situatë të paqartë. Një element kyç i stabilitetit makroekonomik janë çmimet, treguesi çmimeve inflacioni përgjatë vitit 2025 është rritur me 2.2%, një normë e cila është brenda kufirit apo targetit prej 3% të Bankës së Shqipërisë. Rritja ekonomike është reflektuar edhe në të ardhurat buxhetore për 11 mujorin e parë të vitit 2025, ato kanë arritur në 688 miliard lekë ose 6.3% më shumë krahasuar me një vit më parë. Pozitive paraqitet edhe panorama e sipërmarrjes në një rritje prej 17.486 të numrit të bizneseve aktive në vend, krahasuar me vitin 2024. 11 mujorin e vitit 2025, të ardhurat janë në nivelin 688 miliard lek, ose 6.3% më shumë se sa vitin e kaluar. Është rëndësishme të theksohet se ky nivel të ardhurash dhe ky nivel rritje vjen në një kuadër politik ku nuk ka pasur rritje të barazë fiskale, pra tregon që rritja ekonomike është e pasqyruar në rritjen e aktivitetit ekonomik të bizneseve dhe gjithashtu të gjitha përpjekjet e Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve për të ulur informalitetin kanë dhënë rezultatin e tyre. Kjo rritje është më e lartë se sa rritja ekonomike, që do të thotë që pritshmëritë për të ardhmen vijojnë edhe për 3 mujorin e 4, pra për përmbylljen e vitit 2025, vijojnë të jenë të larta. Në linjë me rritjen e të ardhurave dhe numrat e bizneseve kanë ardhur në rritje. Për vitin 2025 kemi pasur 17.486 biznese më shumë se sa në vitin 2024.